Në prag të ndeshjeve zyrtare europiane që do luhen në Bullgari, Federata Shqiptare e Basketbollit ka zgjedhur qytetin e Shkodrës për të realizuar grumullimin e ekipit kombëtar kategoria U20 për femra. Basketbollistët kuqezi drejtohen nga trajnera kombëtares dhe një herazi e Vllaznis Medina Mustafa, ndërkohë që pjesë e kombëtares janë edhe dy basketbollistët e Vllaznis, Medina Hyka dhe Isra Dibra. Do luajmë në divizionin B, është një divizion pak më i vështirë, do përballemi me skuadra të mëdha, por që me punën që po bajmë së bashku me vajza, shpresojmë të përfaqësohemi sa më mirë. Kemi 12 vajza të grumulluara, njëra nga lojtarët e kemi tek ekipi i parë, që momentalisht ndodhen në Pej, që po zhvillojnë kampionatin me Small Country. Përveç rreshpjes, kemi një tjetër që do luajë edhe tek U20, po ndodhet në Pej. Ndërsa nga Shkodranit kemi Medina Hykaj dhe Isra Dibra të grumulluara me U20. Në vijim, trajnerja e Vllaznis Medina Mustafa shprehet e kënaqur që drejtuesit e Federatës Shqiptare të Basketbollit e kanë përzgjedhur të drejtojë ekipin kombëtar U20 dhe shpreson të justifikojë besimin e tyre. Patjetër, është një privilegj dhe në farë mënyrë një emocion, sepse vlerësimi normal, por shpresoj që t'ja shpërblej me një punë sa më të mirë, përfaqësim sa më të mirë. Sa i takon ndeshjeve zyrtare, kombëtarja e Shqipërisë do të zhvillojë ndeshjet europiane në Bullgari dhe sfida e parë do të jetë përballja me kombëtaren U20 të Greqisë. Na kanë mbet edhe 6 ditë nga grumbullimi, në përgjithësi po shkon mirë. Ndeshjet zyrtare fillojnë me datën 4 korrik deri me 12 korrik, do ndodhemi në Somakov të Bullgarisë. Edhe shpresojmë një përfaqësim sa më dinjitos, sepse atje do përballemi me skuadra shumë të forta. Ndeshja e parë është me Greqinë, që dihet tashmë, është një ekip shumë i mirë, por ne do përfaqësohemi, do mundohemi sa më mirë.